Me fillimin e muajve të pranverës, operatorët turistik në Vlorë raportojnë një rritje të fluksit prej 15% krahasuar me vitin e kaluar, duke shënuar një fillim të fortë për sezonin e verës. Përgjithsisht, ky sezon ka si protagonist kompania apo agjenci turistike, ndërsa dominon turizmi kulturës. Sipas menaxheres në një strukturë hotelerike, Betiana Muça, në këtë periudhë frekuentojnë turistë nga Gjermania dhe Britania. Kemi një rritje të rezervimeve, të interesit të qytetarëve si shqiptarët në diasporë, por edhe të huaj që interesohen për të rezervuar si për pranverën, si për sezonin veror, pranë hoteleve të Regina Group. Përgjithsisht tani në pranverë kemi më së shumti rezervime të kompanive apo agjencive të ndryshme që vinë grup, dhe më së shumti janë, do të thoja, nga tregjet gjermane. Kemi shumë britanik që janë të interesuar për qytetin e Vlorës dhe është rritur ndjeshëm numri i gjermanëve apo britanikëve që zgjedhin të qëndrojnë në qytetin e Vlorës. Ndërsa të tjera biznese turistike thonë se ka rënje të prenotimeve për pranverën. Sipas menaxherit Marcelo Naci, Vlora në këtë periudhë mbetet një atraksion kulturor. Shohim për këtë periudhën që në sezonin pranveror, mars dhe prill, kemi një zbritje rreth 20% krahasim me vitin e kaluar. Por që kjo kompensohet duke me rezervimet me agjenci turistike, duke bërë ture dhe guida turistike në qytetin e Vlorës. Kryesisht atraksione kulturore me guida turistike me agjencit, duke parë ndryshimin nga viti në vit. Pritshmëritë i takojnë sezonit veror 2025 sipas Betiana Muçës, ku prenotimet kanë nisur prej nëntorit të vitit kaluar. Gjeografia e turistëve është Europa, ndërsa tregjet besnike të Vlorës janë Kosova, Italia, Polonia dhe Çekia, por dhe Gjermania, Franca dhe Spanja. Ndërsa të tilla prenotime raporton dhe menaxheri Marcelo Naci. Tani se flasim për sezonin e lartë, duke filluar nga mezi i qershorit deri në fund të shtatorit, rezervimet kanë filluar që prej muajit nëntor, interesimi, po edhe rezervimet finale, të cilat janë mbyllur pranë hoteleve të Regjinës. Dy tregjet më besnike apo qytetarët më besnik, do të thoja, të Regina Group janë shqiptarët e Kosovës, është tregu italian, polak edhe çek. Kemi më së shumti. Por është shtuar edhe Gjermania, ka shumë qytetarë gjerman që kanë rezervuar pranë ambienteve tona. Franca ka një rritje goxha të lartë të numrit të turistëve dhe spanjollët. Më së shumti turizmi veror është më së shumti interesuar për Bregdetin e Shqipërisë, por nuk ngelen mbrapa dhe turistët që kanë më së shumti interes për të vizituar Shqipërinë në tërësinë e saj. Shohim një rritje rreth 30% për sezonin veror, kryesisht për muaj duke filluar nga qershori deri në tetor. Atëherë kemi kryesisht nacionalitetet e turistëve që vizitojnë qytetin e Vlorës janë nga Franca, Gjermania, po ashtu nga Spanja, Portugalia, por duke parë kemi pasur edhe një rritje të turistëve nga Anglia, kryesisht të vit. Shohim një trend shumë të lartë këtë vit për sezonin veror, për shkak se edhe Shqipëria ka qenë si vend i nderit në ITB Berlin këtë vit, dhe duke marrë shkas nga kjo, kërkesat janë shumë të larta dhe për sezonin veror. Pritshmëritë janë të larta. Kështu rezervimet për muajt korrik dhe gusht kanë marrë një impuls të hershëm duke reflektuar një tendencë pozitive nga turistët, shumica e të cilëve vinë nga Europa. Kjo rritje e interesit për të kaluar pushimet në këtë qytet bregdetar tregon se Vlora është një nga preferencat kryesore për ata që kërkojnë diell, plazh dhe kulturë, ndërkohë që për të përballuar fluksin e pritur, mësohet se shumë nga njësitë akomoduese kanë trefishuar kapacitetet për të ofruar një shërbim të denjë për çdo vizitor.